është merr përsipër që edhe ta dëmshpërbej këtë qytetar. Ne kemi edhe rastin, nuk është vetëm rasti i përmbytjeve tani, është dhe rasti i fatkeqësisë së rënies i zjarreve që kanë rënë gjatë periudhës së verës, por unë të sjell edhe një moment tjetër që por ta lidh raport me këtë, sepse gjatë periudhës zgjedhore gjatë muajit prill, zona e Dibrës pati një dëm shumë të madh. Rezultati i ngrisave që ndodhen në muajin prill doli jashtë përdorimit e gjithë premtaria e Dibrës dhe qytetarët dibran, por edhe të gjithë qytetarët e tjerë të Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë që furizohen dhe që kishin kënaqësi që të merrin qershinë e Dibrës, nuk arritën dot që ta aprovojnë qershinë e Dibrës. As mollën. Por e kam ngrisë zorin dhe kam thonë që shteti, por se janë këta institucione, ta ZBR, ose emergjencë civile, ose institucione tjera shtetërore, pikërisht për këto janë që të vinë, se paguhen nga taksat tona, nga taksat e qytetarëve, në taksat tuaj zotëri, të ndërë qytetarë. Atëherë këtu ndërhyn edhe vjen me ekipe të përcakton dhe të shikon se çfarë dëmi të është shkaktu qoftë në jetë njerëzish, që fatmirësisht aktualisht nuk ka, por në dëm ekonomik të familjeve, të banesave, të shtëpive, të kafshëve, të biznesit e tjerë. Dhe duke qenë shumë transparent, por ne jemi këtu me ju, zbashku, dhe në këto moment që flasim, dhe nuk ka një transparencë, del kryeministri del me një deklarat me 5 rreshta, edhe e thot dhe zone, dhe Sevasteri edhe Vlora është zona e Veriut, në ngatron me, se kështu e kanë dhënë, të kështu e thot dhe ai, që e përcakton direkt aty, por do që kjo çfarë tregon? Kjo tregon që nuk ka përgjegjësi, që ka pa përgjegjësi. Ka vetëm një gjë, për shembull, në orën 8:07 minuta, 27 minuta, thuhet vetëm kaq nga Ministri i Mbrojtjes, dërgohen disa foto, meqense jemi tek kjo, tek llogaridhënia, Durrës në zonën e njohur si Ishkëneta, efektivët e mjetit e komandos, mbështetësit e forcave të armatosura vazhdojnë punën për largimin e ujit nga banesa. Tani, në një shtet normal, vonesa në ndërhyrje, a do duhet të mbante dikush përgjegjësi? Sepse unë më kujtohet shumë mirë, deri mbrëmjen e djeshme, diku rreth kësaj ore, që mos jem e pasakt, nuk ka pasur ndërhyrje. Ka filluar shumë vonë reagimi, ndërkohë lagjet të tëra të Durrësit ishin të përmbytura, Gjirokastra kishte dalë situatë, kishte filluar dilte situata jashtë kontrollit dhe kështu me radhë. Pra, ka një përgjegjësi që do duhet ta mbajë dikush në rast të vonesës në ndërhyrje? Përgjegjësia direkte këtu ka vetëm një emër. Dhe kjo është kryeministri i vendit. Pse e ka përgjegjësinë kryeministri i vendit? Për arsye sepse ai është personi i cili e udhëheq, e drejton këtë krim, këtë korrupsion në këtë vend. Është ky kryeministër i cili nuk lejon që dhe nuk mbështet SPAK-un në raport me zëvendës kryeministër, por ta nisur për ta rregulluar. Se dhe aty për infrastrukturën flasim, dhe për t'ia dhënë organeve të drejtësisë. Por çfarë bën? Arrin që fiton kohë, por të gjithë synimin e ka te vetja e tij, nuk e ka për Belindën, sepse Belindën e ka lëshuar dhe do ta lëshoj, as nuk diskutohet fare, problemin ka me veten e tij. Por jemi në një situatë, në një moment që nuk ka se ku të shkoj. Është, si më thonë, kryeministri i vendit e ka marrë kartonin e kuq, së bashku me ekipin e tij. Si e ka marrë, thoni ju, për dal pak edhe tek zhvillimet e fundit?